Ndaj dhe ne jemi më poshtë malitëzi në raport me shtetëformimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Në Shqipëri drejtësi nuk merr as për 30 vjet, në malitëzi e merr për 12 muaj. Premçi rikthehem sërish. Do të ndalem tek dosja Balluku. Po. Si e ke parë dosjen Balluku? Si e ke parë qëndrimet e Klodian Braus, që tha janë po themi 2 fugona, të cilat janë me sekuestrime, ndoshta mu aty brenda ka dhe prova. E ke parë si një dosje e cila është një armë e fortë në duart e SPAK në raport me jo vetëm me perceptimin publik, por dhe me atë se çfarë mund të perceptoj politike në raport me SPAK-un, ke parë një punë të mirë, pret rezultate? Çfarë mendon? Kualifikimi i veprës penale pa barazinë e tendera nuk mund të vendoset ndaj një ministre. E para. E dyta, momenti procedurial e pandehur Balluku në tetor, kundërkohë ndaj zotit Berisha u vendos mas siguri e detyrim paraqitje. Gabime fatale duke pezulluar një ministër në krye të detyrës nga një vendim i GKK-s duke futur në pushtetin ekzekutiv. Apeli e lën fuqi. Apeli le të lejë në fuqi edhe zotin, jo më të lejë rastin e zonjës Balluku. Po mirë mos janë hallka procedurale, janë shkallë. Duhet të keni parasysh diçka. Kur ne kemi si shoqëri në perceptimin ton që të huajt bërë një reformë në drejtësi, ne kemi qenë të pazot të japim drejtësi në këtë vend. Ne nuk kemi mundësi të majmë, ose më mirë të përmbahemi tek shtetëformimi, që tha kolegu me të drejtë, por ajo që ne kemi problem është që drejtësia funksionon me perceptim. Pra, në rast se unë them që ti je ministër, do thotë që ti je i korruptuar. Në rast se them që ti je avokat, do thotë që ti je sekser. Jo, nuk është e thënë që ti je ministër je i korruptuar dhe unë që jam avokat jam sekser. Nuk janë të gjithë gishtat njësoj dhe përveç kësaj duhet që çdo gjë të provohet në gjykat, po një gjykat e pavarur e paanshme, e cila të ballafaqohet me prova, po jo me perceptime. Sepse në rast se ne marrim perceptimin si fakt penal, atëherë kemi ngatruar hetimin dhe jemi marrë me thashetheme. Në rast se drejtësia që jep gjykata vendos për shkak se afërmendësh vendosim si themi ne, një sekond. Edhe rasti i zonjës Balluku njësoj është. Perceptimi është rasti Balluku për shembull, perceptim se po themi ka qenë zëvendësë ministra dhe ministra e ministrisë me fondet më të mëdha. Le të ketë fonde, duhet keni parasysh diçka. Në rast se nuk provohet deri tani fajësia e saj, unë nuk mund të marr të mëqen çfarë thot SPAK-u. Po këtë shiko, ky emision ka gjithë në fakt të tip prezumimin e pafajësisë se çdo e ka ky emision, po të them, SPAK-u nuk është një institucion që e kupton dhe percepton prezumimin e pafajësisë. Sepse po të shikoni se si pse e shkarkoi kryeministri? Pasi ndodhen gjithë ngjarjet. Nuk të ndikohet. Pse e shkarkoi? Ku e shkarkoi? Po e hoqi. Në fund fare. Ka vend dikën tjetër. Jo, në fund fare. Se e shkarkoi. Në fund kur u la vendimi. Jo, u la vendimi në fuqi. Ne njohim edhe perceptimin edhe kokëfortësinë e kryeministrit. Pavarësisht se ai nuk merrem me çfarë bë Rama. Më fal një sekond. Po ne njohim. Merrem çfarë merres bë SPAK-u. Ne njohim, jo, po këtu do shkojmë tani. Ne njohim kokëfortësinë, qëndrueshmërinë edhe tendencën për kundërshtuar gjithkënd të kryeministrit të Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë i bëri mbrojtjen politike. Edhe juridike. Çfarë për politike? Prit për një sekondë. Juridike i bëri. Prit një minutë, do ta mbaroj fjalinë edhe. Do thënë, janë bëri me 83 gardianët që i ka të garantuar me votën e blerat, shiturat, të manipuluar të shqiptarëve. Kur shkoi tek mbrojtja juridike, Rama në vetvete e krijoi ndërgjegjen, atë perceptimin që kemi të bëjmë me shkelje shumë të rënda. Ndaj dhe e konvertoi pezullimin e SPAK-ut me shkarkimin që i bëri, që e zëvendësoi. Se ndryshe, po të kishte bindje juridike Rama dhe këshilltarët e Ramës, që nuk kemi të bëjmë me korrupsion, nuk kemi të bëjmë me shpërdorime të fondeve publike. Le që Rama është vetë nana asaj pune që i ka urdhëruar, por ai të paktën e pa se çfarë dispononte SPAK-u. Ti mendon që deputetët e Partisë Socialiste ose të paktën 2 vetë të Partisë Socialiste nuk i kanë lexuar provat që ka depozituar SPAK-u në parlament?
E kanë lexuar. Ndaj dhe u detyrua Rama që të bëjë një rikonfigurim të kabinetit qeveritar, që të mos e motivonte si shkarkim vetëm të Ballukut, por rikonfigurim të kabinetit qeveritar. Po, dakord, jam. Po ajo zonja është në parti, akoma dhe është në parti. Po në parti do jetë ajo parti mundet edhe është e pandehur, është në parti. Po letim partia është, po do jetë në parti valla. Ju nuk mendoni se goditja e zonjës Balluku është si një kundërpesh ndaj zotit Delier, pra do thotë nga partia se je pandehur. Problemi ishte për t'i hequr mandatin ose imunitetin ose jo. Po jo, mos është të përjashtosh nga partia. Procedimi i zonjës Balluku si një kundërpesh për shkak të procedimit të zotit Deliaj dhe duhet të thonim që shiko erdhi edhe momenti që ne të goditemi brenda vetes. Ti mendon që po ashtu siç argumentoni ju, ashtu siç mendoni ju skenari që ju thoni, skenari që do e pranonte një faturë kaq të rëndë para ndërkombëtarëve Edi Rama vetëm për të bërë një kontrapesh. Po se zoti Rama nuk do të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zoti Rama nuk do të çojë shqiptarët në Bashkimin Evropian, i mashtron këtu edhe 100 vjet. Nuk don. Po nuk don. Këtë e di unë ti. Po, nuk don, është e vërtet. Dhe prandaj mund të shpiki një situatë të tillë që nesër ne të na pengohet antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të jetë gjithmonë një premtim i paralizueshëm në takimet në njësitë e Tiranës dhe me studentët. Është vërë në pozitat më të vështira të jetës së tij, sapo studentët i thonë pse është frenuar apo pse nga ndalësuar procesi i integrimit. Pra çka do të thotë që as vet Rama nuk është në gjendje të interpretojë as Rama, as ministri i jashtëm i Shqipërisë, dhe as ajo udhëheqja politike e procesit të integrimit, nuk janë në gjendje të bëjnë një artikulim para studentëve për t'i bindur që ku jemi, në ç'fazë dhe me frena apo pa frena. E vërtet kjo, pra do të thotë që unë e mendoj rastin e zonjës Balluku është një rast ekstrem që të pengojë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të ndalojë çdo lloj marrëveshje që është bërë përpara për sa i përket reformës së drejtësisë dhe në fund fare antarësimin tonë në BE, dhe zoti Rama bëhet një Erdogan i dytë në Ballkan. Ashtu bëri dhe Recep Erdogan kur erdhi në pushtet në 2003-2005 dhe ndaloi çdo lloj marrëveshje komunikimi me Bashkimin Evropian dhe të paktën ai në Turqi çfarë bëri? Zhvilloi infrastrukturën, zhvilloi produktet e brendshme, zhvilloi politikën, ndërsa Turqia është një shtet shumë i fuqishëm, edhe në pikpamjet e ekonomisë, edhe në pikpamjet të fuqisë ushtarake, edhe në pikpamjet të qendrurit faktor. Kush e këshillon zotin Rama deri më sot që zoti Erdogan e vendos. Nuk e besoj. E vendos dhe e këshillon dhe ai ka marrë gjithmonë ndihmën e atit. Ju mendoni, vërtet është manuali turk. Vërtet ju mendoni që e ka këshilluar Erdogan kur ai shkoi në Izrael dhe mbajti fjalim në parlamentin e Izraelit? Tani nuk merr me Izraelin, por e vërteta merr me. Ju vërtet mendoni që e ka këshilluar Erdogani kur ai shkoi mënyrën se si po qeverisë Shqipërinë? Marrëveshjen e paqes.